Në Gjirokastër ka nisur zyrtarisht trajnimi i administratës zgjedhore, ku operatorët po përgatiten për të qenë në krye të detyrës në ditën e zgjedhjeve. Trajnuesi Arjan Gjini bën të ditur se përzgjedhja e operatorëve është bërë përmes një procesi të hapur dhe transparent të zhvilluar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Trajnimi janë duke zhvilluar dhe administratën zgjedhore, tjerë, cilët janë komisionet e qendrave të votimit, komisionet zonale, grupet e numërimit, pra gjithë po të nështrojnë një procesi kualifikimi, testimi me metoda nga më inovative të saj në këtë proces zgjedhor, ku gjithë komisionerët testohen, trajnohen dhe shpresojmë që njohuritë e tyre të jenë efikase dhe të qytetarëve të garantohet një vot, domethënë jemi në kushtet që të kemi krijuar kushte sa më të mira dhe të ofrohet një profesionalizëm nga administrata zgjedhore qytetarëve për të ushtruar të drejtën e tyre në këto zgjedhje. Gjini shtoi se trajnimi do të vijojë deri në ditën e zgjedhjeve, duke përfshirë edhe testime dhe ushtrime praktike. Në bashkëpunim me institucionet e qeverisjes vendore, po do të vazhdojmë për një periudhë deri në ditën e zgjedhjeve, do të vazhdojë trajnimi me gjithë administratën zgjedhore. Këto trajnime janë të hapura për qytetarët, janë të hapura për vëzhguesit vendas, për subjektet elektorale dhe për çdo tjetër që dëshiron që të shikojë se si punon administrata zgjedhore, kushdo është mirëpritur në këto trajnime. Këto janë porositë e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe ne besoj se po bëjnë një gjë më të mirë të mundshme për të patur një administratë zgjedhore shumë profesionale. Ky proces trajnimi synon të rrisë cilësinë dhe besueshmërinë e shërbimeve zgjedhore në çdo qendër votimi.